E pra, le të nisim këto analizë dhe të zhytemi drejt për drejt në një rrugëtim vërtet mistik. Së bashku do të eksplorojmë simbolin ndoshta më të thellë, më misterioz të gjithë universit ton. Bëhet fjalë për një numër që s'është thjesht një shifër e thatë për të bërë llogaritë përditshme, absolutisht jo. Është një portë e vërtet sekrete, një çelës kozmik që hap një realitet krejt tjetër, të fshehtë. Numri fundit, para rilindjes. Le ta lëm këtë frazë të lashtë të reflektoj paksa në mendjen tonë. Ajo mban brenda saj peshën e një të vërtetë universale jashtëzakonisht të madhe. Në traditat e vjetra mistike, ky numër përfaqëson pikërisht zbulimin e fundit të një cikli teje të gjatë të mundimshëm. Është, si të thosh, ajo heshtja absolute, pak përpara se simfonia madhështore e krijimit të nisë të luajë sërish nga e para. Seksioni i parë, misteri i numrit 9. Tani, ajo që është vërtet magjepse, është fakti se nënta na shfaqet jo si një masë për të numëruar gjëra, por si një gjendje përfundimtare e ekzistencës. Ky është pikërisht hapi i parë në shkallët tona spirale drejt dijes. Ky numër flet drejt për drejt për urtësinë universale. Është përmbushja absolute, fundi i atij dualitetit të ashpër dhe strukturës rrep të botës materiale. Fjalë për fjalë, përfaqëson kulmin e evolucionit shpirtëror. Ky është destinacioni i fundit i shpirtit, pika kur çdo mësim është thithur dhe asimiluar plotësisht. Edhe le të shohim pak se si e ashtu quajtura matematike shenjtë e përkthen gjithë këto të vërtet abstrakte në diçka konkrete. Është vërtet geniale. Nëse ndjekim këto formulë paksa magjike të pitagorianëve, çfarë ndodh? Mbledhim të gjithë numrat e sistemit që i paraprin nëntës, pra 1 plus 2 plus 3 e kështu me radhë deri tek 8. Dhe çfarë marrim? Shumën 36. Më pas, në hapin e dytë, 3 plus 6 sërish baraz 9. Pika thelbësore këtu është që nënta s'qëndron kurrë vetme. Ajo përmban e mban brenda saj esencën dhe energjinë e të gjithë numrave që kanë kaluar më parë. Kjo na çon natyrshëm tek seksioni i dytë, biologjia e krijimit. Pasi folëm për matematikën hyjnore, le të ulemi pak në terrenin ton të prekshëm e fizik. Një vështrim në biologji na zbulon diçka vërtet mahnitse. Le të bëjmë një urë lidhse metaforike këtu. Kemi 9 muajt e zhvillimit fizik njerëzor brenda barkut të nënës. Por, paralel me këtë, në anën tjetër, kemi atë ciklin e lindjes shpirtërore dhe daljes në dritë të vetdijes. Kjo s'është thjesht një rasi. Për mistikët e lashtë, 9 muajt e shtatëzenisë janë pasqyrimi biologjik perfekt i atij procesi shpirtëror të padukshëm. Ndërtimi i trupit fizik imiton drejt për drejt ciklin e padukshëm kozmik të transformimit, si lart ashtu edhe poshtë. Dhe është vërtet interesante që ky fenomen s'mbetet vetëm te njerëzit. Le të kujtojmë pak atë mitin e njohur të macës. Të gjithë e dimë atë besimin e vjetër se macja ka 9 jetë. Por pse pikërisht 9? E po, në rafshin ezoterik, kjo ndodh sepse ajo është një simbol i rilindjes së vazhdueshme. Macja shihet historikisht si një krijesë thellësisht intuitive, një mbrojtëse që navigon lirshëm mes botës së dukshme dhe asaj të padukshme, duke mishëruar kështu vetëm mbijetesën dhe atë transformimin e lartë. Seksioni 3. Mitologjia dhe nivelet e vetdijes. Duke u ngjitur akoma më lart në atë që quhet vetdia kolektive e njerëzimit, do të zbulojmë se si qytetërime të ndryshme anë mban globit e kanë koduar këtë hartë të multiversit. Është thjesht një mrekulli e përsëritur. Gjejmë Greqinë e lashtë me 9 muzat e saj të urtësisë. Pastaj, atje lart, në veri, në kozmologjinë nordike, kemi 9 botët apo dimensionet e ekzistencës që mbahen së bashku nga ajo pema e famshme kozmike e Yggdrasil, një pasqyrë e plotë e vetdijes universale. Dhe pastaj, në epokën mesjetare, Dante Alighieri vizaton pikërisht 9 qarqet e ferrit që tregojnë thellësitë e pasojave njerëzore dhe ato udhëtimin e domosdoshëm për pastrimin e shpirtit. Le të stellohemi pak më shumë te Greqia e lashtë. Këto 9 muza s'lan fjalë për fjalë asgjë jashtë vëmendjes. Ato mbuluan çdo gjë. Sundojnë muzikën, poezinë, historinë, astronominë dhe dijen universale në tërësi. Por studiuesit e misticizmit, ky fakt shërben si një provë gjallë që kreativiteti arrin ato plotësinë e tij absolute, lulëzimin maksimal të tij, pikërisht kur gërshetohet dhe shkrihet me numrin 9. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe nëse kthehemi tek ditët tona, tek misticizmi dhe psikologjia moderne. Këtu gjejmë të famshmin sistem Enneagram. Ai identifikon saktësisht 9 tipe krejtësisht të dallueshme të personalitetit njerëzor. Kjo hartë e mendjes prapse s'është diçka e rastësishme. Ajo simbolizon larmishmërinë pafund të përvojës njerëzore, duke e ndarë psikikën tonë në 9 rrugë unike që i shërbejnë atij qëllimit vetëm, evolucionit ton shpirtëror. Dhe ja ku mbërritëm tek seksioni i 4 dhe i fundit, porta e rilindjes shpirtërore.
Tani jemi zyrtarisht në majën e shkallëve. Këtu, e vërteta e madhe mbi natyrën e mbarimeve del më në fund në dritë. Gjendja e nëntës është as pak një gjë thjesht. Ajo mbart një energji me përmasa vërtet titanike. Është një fushë që karakterizohet nga një dëmshuri dhe humanizëm i jashtëzakonshëm i thellë. Jemi në fushën e urtësisë universale. Këtu është padyshim domeni i mësuesve të vërtet, filozofëve. Energjia e këtij numri flet për një shpirt mjaft të lashtë, të rafinuar, që i ka mjetuar shumë përvojave dhe jetëve të panumërta për të arritur këtë nivel të lartë mirëkuptimi. Dhe ja ku e kemi të gjithë në ekran. 9. Një shifër kaq masive dhe e rëndë, saqë fjalë për fjalë thekson kulmin e rrugtimit ton. Por ja ku fshihet sekreti suprem, ai misteri i vërtet. 9 nuk është kur një vdekje, dhe asnjëherë, po them asnjëherë, një fund absolut. Absolutisht jo. 9 është thjesht një portë e hapur për të kaluar më tej. Le të shohim pak së bashku si funksionon ky mekanizëm kaq suprem. Është art i pastër. Në hapin e parë, kalojmë atë murin imagjinar nga numri 9 drejt 10-s, por prisni, te 10-a ndodh mrekullia e rikthimit, siç na tregon matematika mistike. 1 plus 0 reduktohet sërish në 1, pra ndodha i kthimi i madh i pashmangshme në burimin fillestar krijues. Kështu që të shkosh përtej 9-s do të thotë të rrëzohesh prapë te pika e nisjes, por ama këtë herë i mbushur plot e përplot me dijen e përftuar për të ndezur atë shkëndijën e një rilindje të plot shpirtërore në një rreth totalisht të ri. Është e jashtëzakonshme gjitha kjo, apo jo? Në këtë formë bëhet e qartë kristal se biologjia jon, mitet tona të lashta, arti dhe sistemet më të larta shpirtërore, të gjitha këto janë të lidhura pashmangshmërisht nga ky parim i vetëm thellësisht transformues. E gjithë kjo na vërteton në mënyrë përfundimtare se universi ekziston, merr frymë dhe funksionon tërësisht përmes cikleve të pafundme, evolucionit dhe transformimit. Çdo gjë shkon drejt 9-s si një përmbushje madhështore kozmike, si ai fundi i festës përpara se një agim krejtësisht i ri të zbardh. E gjithë kjo analizë rreth këtij misteri na lë pas një mendim, apo më saktë një pyetje jashtëzakonisht provokuese. Teksa vëzhgojmë gjithë këtë logjikë të pathyeshme e këto cikle masive rreth e rrotullnesh, a na ka shkuar ndonjëherë në mendje se cili nga këto cikle po arrin pikërisht tani, në këtë moment, fazën e tij të 9, pak përpara asaj rilindjes së pashmangshme të radhës? Le ta mbajmë këtë mendim teksa reflektojmë mbi të ardhmen.